Horoskopi i Akrepit 2026. Ky horoskop për Akrepin për vitin 2026 është menduar si një udhëzues konkret transformimi, që duhet të konsultohet gjatë gjithë vitit si një manual për tranzicionin. Ai nuk premton shkurtesa ose siguri të lehta, por përkundrazi ju shoqëron hap pas hapi në një udhëtim zgjedhjesh të vetëdijshme, të vërtetash që duhen pranuar dhe ripërtëritjeje të vërtetë. Viti 2026 u kërkon akrepëve të përdorin thellësinë e tyre jo për t'i rezistuar, por për t'u rigjeneruar. E vërteta për zgjedhja, rigjenerimi. Në vitin 2026, akrepët do të ndjejnë se paqartësia po bëhet e padurueshme, veçanërisht me veten e tyre. Ajo që nuk është autentike tenton të shfaqet në mënyrë të pashmangshme, edhe pa ngjarje dramatike. Ky proces nuk duhet përjetuar si humbje, por si një pastrim i domosdoshëm. Të mbash role, marrëdhënie ose dinamika të shtëruara kushton më shumë energji se sa t'i lësh të ikin. Forca e vërtetë e vitit nuk është kontrolli i plotë, por aftësia për të zgjedhur të vërtetën edhe kur është e pakëndshme. Horoskopi i Akrepit 2026 shpërblen ata që zvogëlojnë, përzgjedhin dhe transformojnë pa shkatëruar, duke ruajtur atë që është gjallë dhe duke lënë mënjan atë që i rëndon. Dashuria. Akrepi beqar. Për beqarët e shenjës së Akrepit, viti 2026 sjell takime intensive dhe magnetike, por kërkon pjekuri emocionale. Tërheqja është e fortë, por jo të gjitha lidhjet meritojnë të eksplorohen më tej. Mësimi i madh i vitit është të bëhet dallimi midis intensitetit emocional dhe thellësisë së vërtetë. Është thelbësore të vëzhgosh se si personi tjetër menaxhon tensionin, heshtjen, përgjegjësinë dhe kufijtë. Nëse fjalët dhe sjelljet mbeten të qëndrueshme, lidhja mund të evoluojë në mënyrë të qëndrueshme. Nëse shfaqen dinamika të kontrollit, paqartësisë ose lojrave të pushtetit, viti 2026 të fton të tërhiqesh pa ndjenjë faji. Mbrojtja e integritetit tënd emocional është një formë e vetrespektit. Akrepi në qift. Për ata që janë në një lidhje, viti 2026 është një vit i të vërtetave të përbashkëta. Lidhja mund të thellohet dhe të bëhet më autentike, por vetëm nëse shmangni grumbullimin e asaj që ka mbetur pa u thënë. Akrepët kanë tendencë të përmbahen, por këtë vit heshtja rrezikon të shndërrohet në distancë. Marrëdhëniet përmirësohen kur temat e ndjeshme trajtohen me ndershmëri, pa akuzuar ose shmangur. Diskutimi i frikërave, pasigurive dhe nevojave forcon besimin. Ripërcaktimi i kufive dhe pritjeve e bën marrëdhënien më të shëndetshme. Në vitin 2026, dashuria e Akrepit rritet kur të dy ndjen të lirë të jenë të prekshëm pa frikën e humbjes së pushtetit. Shëndeti dhe mirëqenia. Në vitin 2026, mirëqenia e Akrepit është e lidhur ngushtë me menaxhimin e tensioneve të brendshme. Emocionet të shtypura nuk zhduken, por kërkojnë rrugë të tjera shprehjeje. Prandaj, krijimi i hapësirave të rregullta për çlirim dhe rigjenerim bëhet thelbësor. Ushtrimet ideale çlirojnë energjinë e akumuluar pa u shndërruar në konkurrencë. Gjumi gjithashtu luan një rol kyç, cilësia dhe rregullsia bëhen përparësi të panegociueshme. Në një nivel mendor, të shkruarit ose të folurit hapur për ndjenjat tuaja ndihmon në shmangjen e akumulimeve të dëmshme. Çdo muaj, eliminimi i një zakoni që peshon më shumë se sa ushqen është shpesh më efektiv se sa shtimi i rregullave të reja. Puna dhe karriera. Puna e Akrepit në vitin 2026 është thelbësore për ripërcaktimin e marrëdhënies suaj me fuqinë personale. Ju keni një vizion të thellë strategjik, por rrezikoni të mbeteni në hije për shkak të kontrollit të tepërt. Mundësit lindin kur e bëni vlerën tuaj të dukshme pa u përpjekur të kontrolloni çdo detaj. Sfida e vërtet është delegimi dhe besimi. Ndarja e informacionit, përgjegjësive dhe vendimeve rrit efektivitetin dhe zvogëlon stresin. Gjatë gjithë vitit bëhet thelbësore të dallosh midis qëllimeve që vërtet i ndjen se janë tuaja dhe pritjeve që po i përmbush për të tjerët. Deri në fund të verës, një vendim i qartë mbi drejtimin tënd profesional sjell stabilitet dhe fokus më të madh. Fazat e vitit 2026 për Akrepin. Dimri, janar, mars. Muajt e parë i kushtohen analizës së thellë.
Ju vëreni se çfarë nuk funksionon më, pa gjykime, por me qartësi. Qartësimi i gjërave tani përgatit terrenin për ndryshime më të buta. Pranvera, prill, qershor. Pranvera sjell qartësi dhe lëvizje. Situatat që kanë qenë të pezulluara fillojnë të zbulohen. Është një kohë e favorshme për vendime të guximshme që lirojnë energji dhe hapësirë. Ver, korrik, shtator. Vera është një kohë rigjenerimi. Pasi të keni bërë zgjedhjet që keni bërë, duhet të rikuperoni dhe të ribalanconi. Zvogëlimi i ngarkesës dhe përqendrimi të gjërat thelbësore ju rikthen forcën. Vjesht, tetor, dhjetor. Vjeshta është një kohë konsolidimi. Transformimet tregojnë rezultate të prekshme. Ajo që mbetet është më autentike, e qëndrueshme dhe e qëndrueshme. Tema e vitit 2026, transformim pa shkatërim. Tema qendrore e vitit 2026 është transformimi i vetëdijshëm. Ndryshimi nuk do të thotë rivendosja e gjithçkaje, por zgjedhja e asaj që duhet të evoluojë dhe asaj që duhet të lihet pas dore. Kjo qasje ju bën më të lirë, më pak të ngarkuar dhe më të përqendruar. Këshilla e fundit motivuese. Sa herë që ndjeni nevojën për të kontrolluar gjithçka, ndaloni dhe pyeteni veten se çfarë po përpiqeni vërtet të mbroni. Në vitin 2026, heqja dorë nga ajo që nuk është më e dobishme është gjesti që rikthen forcën tuaj më të qëndrueshme. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.